Është mbajtur punëtoria e 5 që ka të bëjë me finalizimin e draft dokumentit të përmbledhur për strategjinë e funksionalizimit të Qarqisë së Madhe. Në këtë takim të grupit punues mori pjesë edhe kryetaria Gjakovës, e cila fillimisht tha se ky draft dokument ka disa mungesa informuese. Qarqia është pjesë e Gjakovës, edhe ka me frymu dhe ka me jetu dhe ka me zhvillu bashkë me Gjakovën. Në informat shumë e rëndësishme, në raport me akset rrugore dhe lëvizshmërinë që është të bojnë Qarqi, janë projekte që tash neve kemi fillu në faza diskutimit i unazës brendshme dhe tjashme të Gjakovës. Jemi të folë për një projekt madhor në cilin Komuna Gjakovës me Qeverinë e Kosovës, me Bankën Evropiane për Investim e Zhvillim janë të diskutuar, e cila ka mi ndru përfundimisht edhe në hartën e rrugëve nacionale, akset rrugore të cilat sot janë përcaktuar si rrugë ndërkombëtare. Një prej tyre që kalon mes Qarqisë. Domethënë që jemi të folë për rrugën Ismail Qemali, 400 vjet rrugë ndërkombëtare, një farë forme s'ka qenë ndërkombëtare se Kosova e Shqipëria s'kan qenë ndame, po tash e cila me ndërtimin e unazës dhe me lidhjen tjetër të rrugës magjistrales Gjakov-Pej, me magjistralen Gjakov-Qaf-Morin, me magjistralen Gjakov-Prizren, ndryshon. Edhe mo nuk është Ismail Qemali, nuk ish dash të paktën në harta tona me dalë si rrugë kryesore. Më tej Kusari Lila shtoi se duhet të keni parasysh se ka kufizime ligjore. Ne vetëm e kemi prezantuar dhe tash është publike nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, thirrja për grante, për skim të granteve me theks edhe të artizanatet, cilat domethënë kanë drejt me apliku për me revitalizu se mi kthy qoftë dyqanin, qoftë zanatin cilin e kam pas, edhe tash po kam frikë që ndoshta s'kan trashëgimtar ose që mund më rikthy. Domethënë janë elemente gëzhetuese cilat paralel kanë shku me sa jeni konjë të përgatit dokumentin, na kemi shpall skemen e granteve, na kemi fillu punën me unazën e rrugëve, e të njëjtën kohë gjithashtu edhe janë marrë disa vendime në raport me lëvizshmërinë, me punën e lokaleve e tjera. Ai foli edhe për njësinë e menaxhimit të Qarqisë, formimi i së cilës është specifikuar në dokument. Fondi i cili parashihet për investime me qenë fondi i cili shkon vetëm në investime, themi ndriçim në rrjet rrugës në sistem. Nga ana tjetër, menaxheri i organizatës CVB, që është mbështetëse e projektit duke u pajtuar plotësisht me mendimin e kryetares, tha se janë munduar të sjellin një raport të detajuar të draft dokumentit. Njësia menaxhuese kurdo që themelohet e ka këtë qëllim që çdo projekt, çdo aktivitet që ndodh rreth Qarqisë, brenda Qarqisë, ta ketë kështu një pasqyrë ditore edhe të koordinojë, të krijojë sinergji, sepse sot ndodh që për shembull punojnë digaster të ndryshëm brenda Qarqisë ose jashtë Qarqisë, por nuk koordinohen. Nëse ti don me marrë informacion çka ndodh rreth Qarqisë dhe brenda Qarqisë, shkon në njësi dhe merr informacion. Në këtë takim u kërkua që sa më shpejt të formohet bordi, i cili do të formojë njësim për menaxhimin e Qarqisë së vjetër, ku propozua që të miratohet në Kuvendin Komunal në Gjakov.